Ish banorja e njohur e Big Brother VIP Albania 2, Efi Dhedhes, ka shqetësuar ndjekësit e saj besnik me një postim të fundit në Instagram. Ndonë se jemi mësuar ta shohim gjithmonë aktive dhe plot energji. Këtë herë imazhi i ndarë prej saj tregon një situatë ndryshe. Në foton e publikuar në story, Efi shfaqet e shtrirë në shtëpi, teksa vëmendjen kryesore e merr këmba e saj e fashuar. Duke parë imazhin, duket se bëhet fjalë për një lëndim në pjesën e kyçit, i cili është i mbështjellë me një stabilizues mjekësor, ortoz, përbri fotos, ajo ka zgjedhur të shkruaj vetëm fjalën pushim. Duke lënë gjithçka në mister, Efi nuk ka dhënë detaje se si ka ndodhur ky incident apo nëse bëhet fjalë për ndonjë tërheqje muskulore apo lëndim më serioz. Siç duket, bukuroshes do t'i duhet të qëndrojë për pak kohë larg lëvizjeve të shumta derisa këmba e saj të rikuperohet plotësisht. Ne i urojmë Efit një shërim sa më të shpejtë dhe shpresojmë që ky pushim i detyruar të kalojë sa më lehtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.